أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصفح الصفح الجميل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قاله من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Zotit të gjithësisë, ai I cili është I bukur. Inna Allaha jamilun, Allahu Zoti është I bukur. Yuhibbul jamal, dhe e don bukurinë. Ashtu e ka definuar profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam, Zotin ton, krijuesin ton. Atij qofshin falënderimet tona. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili ka qenë njeriu më I bukur, më I përsosur, shembull dhe model. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, në disa minuta deri në kohën e namazit të yatsis dhe taravis, më lejoni në suaza e 4 ajeta kuranore do ta analizojmë së bashku një term, një fjalë e cila përdoret në Kur'an vetëm 4 herë, fjalën Gjemil. Kemi emër meshkujve Gjemil. Ban vaki që keni në familjen, dikan që e ka emrin Gjemil. Gjemil do të thot I bukur, ose femën gruaja Gjemile, e bukura. A keni ndigju emën të gjermant, emën I meshkujve me kon shën, nuk ka emën shën. Ose emër e vajzave dishëne, emën nuk ka. A keni ndigju emën të bosnjakt, emën I meshkujve Lip, nuk ka. A keni ndigju emën të meshkujt të shqiptarët me pas emrin I bukur, bukur nuk ka. Vetë Gjemil ka, apo? Pse? Për arsye se Zoti e ka cekë këtë fjalë në Kur'anin madhështor. Prandaj, do të analizojmë fjalën Gjemil dhe filozofinë e bukurisë në Kur'anin madhështor. Ku cekën këto fjalët 4 herë në Kur'anin madhështor? Edhe pse cekën? Edhe çka është mesazhi I kësaj fjale? Ne kur do të dalmi sonte prej xhamisë, secili prej ne do të mundohet të jetë Gjemil, pa marrë parasysh si e ka emrin. A e ka emrin Azem, a Mehmet, a Ahmet. Çdo kush prej neve duhet me kon Gjemil, I bukur, në sjellje, në fjalë. Prandaj në qoftë se është besimtari I bukur, atëherë është besimtari I sinqert. Ku cekën fjalët Gjemil në Kur'anin madhështor? 4 shembull. Shembulli I parë në surën Jusuf. Sura e Jusuf, edhe prej emrit Jusuf, është profeti djali I Jakubit alayhi salam, vllau I
Bunjaminit. Ka qenë profeti më i bukur. Allahu Gjellëshanu ja ka dhonë bukurin, 99% bukuria që e ka njerëzimi, ja ka dhonë vetëm se njanit. Jusufit ja ka dhonë. Qa që i bukur ka qenë. Kër e kanë pa gratë, Jusufin, Kurani flet. Mos në dojnë që hoxha fletash. Kurani flet. E spjegon situatën, kër e kanë pa gratë, Jusufin, kattane e idjehunë. E kanë prej gishtët. Janë trënu. Qa që i bukur ka qenë Jusufi a.s. Në këtë surë, në surën Jusuf, Allahu flet për Gjemilin. Edhe thot 2 herë. Fasabrun Gjemil. Fasabrun Gjemil. Durimi është i bukur. Me duru. Me duru, me bo sabër, është një sen shumë i bukur. Prandaj, nuk flasmi tash për bukurin fizike, biologike, flasim për bukurin morale, sjelljen, ti jesh i bukur. Kur është njeri i bukur? Kur ka durim, kur nuk është agresiv, kur nuk e urrejn askënd, kur bon durim, kur vjen situata e cila është e prekse, emocionuese, në qoftë se vjen një moment ku lind do një konflikt, do një problem, në atë situatë të vështirë tregon sabrin, durimin. Kur vjen një musibet, një ndodhi, një katastrofë, një tragedi, tregon durimin, sabrin. Kur komunikon me njerëzit, kur e ngacmojnë edhe e provokojnë, tregon sabrin. Njeriu i cili është shumë sabërli, i cili shumë duron. Kur e falni namazin një saf, edhe aty keni nevojë për sabër. Dikush falet pak ndryshe, dikush ngacmon, dikush i vjen era, dikujt dush me bo sabër. Çdo moment në jetën tonë kemi nevojë me bo sabër. Namaz sabër, jashtë namazit sabër, në familjen sabër, me fëmijët kur komunikojmë me bo sabër, me partnerin, me bashkëshortin kur komunikojmë me bo sabër, çdo moment sabër. Më tregoni kush është ai i cili duron, ta dini që ai e ka etiketën më të mirë. Ai është njeri i bukur. Tani, sabri, durimi na zbukuron, na heshon. Estetika e njeriut nuk varet prej fizionomisë, por estetika e njeriut shifet në sabrin e tij, në sjelljen. Tani, secili prej neve ta parasysh pyetjen, sa jemi të bukur, jo në aspektin e fizionomisë, po varet bukuria jon prej sabrit ton, prej durimit ton. Kur në Ramazan tregojmë sabër, ata duhanxhit, që e kanë merak shumë duhanin, që me nxjerr presin vaktin e iftarit, a kanë sabër? Në qoftë se kanë sabër, ata janë bukur. Zbukuroni shtëpitë, zbukuroni familjen, zbukuroni jetën me sabrin. Vëllezër dhe motra. E kuptuam? Do me thonë, fjala Gjemil përdoret së bashku me fjalën sabër. 2 herë në surën Jusuf. Ajeti i dytë në të cilën përmendet fjala Gjemil është në surën Muzemmil, në ajetin 10. Wahjurhum hajran jamila. Merr distancë
edhe distanca jote në të jetë shenje e bukurisë. Distancë. Prej ku të marrësh distancë? A kemi nevojë të distancohemi ndonjëherë? Po, prej armikut të distancohemi. Prej njeriu i cili e ka gjuhën e rëndë. Njeriu i cili fol fjalë të dyta ofenduese. Ai njeri i cili provokon me fjalë, duhet me pas prej ati një distancë. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë armik, por është distancu prej armikve, është distancu me një distancë të bukur. Asnjëherë nuk ka dhënë përgjigje me fjalë të dyta ofenduese. Me një rast e kanë ofendu profetin Muhammedin a.s. A ju ka ofendu ndonjëherë dikush në jetën e juaj? Po, ndonjë koleg, ndonjë shok. Ban vaki edhe ndonjë antar i familjes. A ne ofendojnë njerëzit? Po. A i ofendojmë? Edhe ne i ofendojmë dikant. Kur na ofendon dikush, reagimi jon duhet të jetë reagim i bukur, gjemil. Hejren gjemila. Me një distancë të bukur. Ne nuk i them fjalë në qoftë se dikush na ofendon me ofendim nuk ja kthejmë. Allahu xhaleshanu për shembull në surën Fussilet thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a." E mira dhe e keqja kur njëherë nuk mund të jenë në njëtin nivel, në njëtin shkallë. Idfa billati hiya ahsan. Ktheje keqen me të mira, me fjalë të bukura. E me një rast ka qenë bashkëshorte e profetit Muhammed a.s. Aisha radhiyallahu anha ka qenë prezente kur e kanë ofendu profetin Muhammedin a.s. Edhe e kanë ngrit zërin Aisha radhiyallahu anha se nuk ka pas mundësi të jetë dëshmuese e një ngjarjes e një fjalës ofenduese ndaj profetit, ndaj njerit më të mirë. Edhe ka fillu me reagu me fjalë të randa. Profeti a.s. ka thënë, jo, unë jam profeti i cili është dërguar jo me mallku njerëzit, jo me shajt njerëzit, jo me fjalë të randa të dyta. Prandaj, vëllezër dhe motra, në qofse në familje ose jashtë familjes, në rrugë, në punë, në qofse dikush ju ofendon, mos e ktheni me fjalë të dyta. Mbajni nivelin e kulturës dhe kultivimit. Mbani distancë, edhe distanca juaj në të jetë e bukur. Shembulli i tretë është në ajetin 85 të surës El-Hijr. Allahu xhallahu thot: "Fasfahi as-safha al-jamil." Falje. Me fal dikujt. Kur ja fal dikujt, falje me falje të fjalë të bukura. Bonja halal. Edhe haroje qatë. Se dikush ja bon halal dikujt, pa 1000 herë ja cek. Ta kam bo halal. A e bone halal? Mos e përdor mo atë fjalë. Haroje mo. Prandaj, nuk mjafton vetëm se t'ja falish dikuj. Kur ja fale në mënyrë më të mirë. Fasfahi as-safha al-jamil. Falja është e bukur. Prandaj, ne kemi nevojë, vëllezër dhe motra, t'i falmi njëri tjetrit.
A jemi gati me e falë dikujt do një gabim? A kemi shumë merak inatin? Edhe a inati na çon tani, nuk mjafton një javë. Ki bo një jetë me bo një javë, edhe ti dhnosh, tani çon shejtani një muj. Nuk mjafton një muj dhe një vjetë. Nuk mjafton një vjetë dhe 10 vite. Deri në vdekje. Për inati se ja kam falë. Edhe nuk ja falë me hiç. A doni që Zotit na i fale gjunahet tona? A ka dikush që thot jo, nuk dune? A jemi dakord që Zoti në qoftë se thot këtu, me pas mundësi me ndigju fjallën e ti, edhe me thonë ja u fale gjunahet? A ka dikush mundësi me thonë, jo, une nuk kam nevojë të mi fale gjunahet? Krete pranojmë, apo? Prandaj, pse në nuk i falmi gabimet e dikujt? Pse nuk jemi tolerant? A i ka fajt, si t'ja fali unë ati. E dini që karakteri i shejtanit është ky, ti thosh, a i ka fajt, po edhe me pasi a i fajt, ti boni buri i madh, edhe falja ti. A keni ndigjuar për vajzën e Ebu Bekrit? Për ndryshe bashkëshortën e profetit Muhammed a.s. Aisha radiallahu anha, e kanë ofendua Hazreti Aishin. I kanë thënë fjalët më të rënda. Shpifje i kanë bërë. E me bërë shpifje nusës, vajzës, gruas, kjo është fjala më e rëndë. E kanë ofendu vajzën e Ebu Bekrit, e cila ka qenë bashkëshorte e Muhammed a.s. Edhe kjo ngjarje ceket në Kur'anin madhështor në surën e Nur. Edhe është hidhru baba Ebu Bekri. Normal. Ne jemi njerëz. Reagojmë ashpër. Ka ardhur momenti kur Allahu xhaleshanuhu do t'ja fale atyreve që e kanë bërë shpifje Hazreti Aishës. Ebu Bekri s'ka dash me ja falë. Allahu xhaleshanuhu e ka zbrit këtë ajet. Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum? A nuk doni që Allahu t'ja fale gabimet e juaja? Po, atëre falje edhe ti. Prandaj, vëllezër dhe motra, të kemi zemrën e gjerë, gjoksin e gjerë, edhe t'i falim gabimet që i bëjmë njëri tjetrës. Dalmi prej xhamis edhe ja kemi bo halal çdo kujt. Ta kemi zemrën të pastër. Mos ta mbajmë urrëtie në zemrat e tona. Mos shkojmë shtrat duke pas një urrëtie ndaj dikujt në zemrën tonë. A keni ndëgjuar këtë ngjarje? Dëgjoni tash. Profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam duke banë ligjërat, ashtu që e mbajun e tash ligjërat në mesën e besimtarëve, në ligjëratën e tij Muhamedi alayhi salam e shiqon, se xhamati shiqojnë ndaj profetit Muhamedi alayhi salam, pejgamberit, a pejgamberi alayhi salam e sheh xhamatin edhe e shef dikush afrohet xhamisë, mexhlisit, aty ku banë fjalimin. Afrohet dikush edhe thot pejgamberi alayhi salam, tash afrohet njëri i cili është prej banorëve të xhenetit. Tash këto i kthejnë kokën edhe don ta shohin kush është ky njeri i cili është banori i xhenetit. Hin dikush në xhami, edhe xhamati shiqon, është njeri i panjohshëm. Nuk është njeri me famë, me emër. Njeri i thjesht. Shumica e njerëzve nuk e njohin atë. A prat pejgamberi alayhis salam thot është banori i xhenetit. Në atë mexhlis është prezent djali i Hazreti Omerit. Djali i Hazreti Omerit pas mexhlisit mbaron beseda, mbaron ligjërata, e përcjell këtë njeri edhe i shkon mbrapa. Ky njeri shkon në shtëpi,
e vjen djali i Hazreti Omerit të shtëpia e këtij njeriut, i cili është i panjohshëm, por është një prej banorëve të xhenetit. Edhe i thot, a ka bujrun? I qel dyrt edhe thot, mirë se erdhe vlla, urdhno. Ti je djali i Omerit? Po. Urdhno. Vjen mysafir, hane, pin, tan ditën rrin, thot, a ka mundësi me bujt e ti? Bujrun, një natë, 2 net, 3 net. Tretën ditë, i thot këti mysafiri ka drejt 3 ditë me nejtë. Edhe zoti i shtëpisë nuk ka drejt me pyet pse ke ardhur. Tradita ka qenë që ashtu më para, tash u ndru dynjaja. Tretën ditë e vetë thot, pse erdhe? Thot, ishmi para 3 ditë në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, kur u afrove ti në mexhlisin e tij, tha për ty që je prej banorëve të xhenetit. Edhe unë interesova, Allah hile, çka bon ti? Çfarë veprime bon? Si e meritove xhenetin? Erdha në shtëpinë tënde, nuk agjirove, nuk pat duni agjirim nafile. Namaz natën nuk pash, nuk ushove natën. Po ti çka bon edhe e meriton xhenetin? Ke thot nuk di. Vetëm se një set boj çdo natë. Kur shkoj në shtrat, i tham, në qoftë se dikush më ka lëndu, më ka ofendu, ja boj halalun. Edhe unë e shkoj në shtrat me një zemër të pastër. Gjithve ja kom bo halal, edhe më askan nuk jam në konflikt. Prandaj, a doni të jemi banor të xhenetit? A ka dikush prej neve këtu, ose dikush që na ndigjon tash? A ka dikush që me vllaun, ose me motrën, ose me babain, ose me mingjën, ose me gjalin e hallës, ose me kojshin, ose me kolegën, që si ka punë të mirë? A ka? Banvaki që ka, po, njemi njerës. Pas namazit të ravith, thoje, me të cingru, alo, selam aleikum, o vlla, më ban halal. Banvaki që jam fajtor, pa vaki ti e fajtor, po su më intereson kush o fajtor, ma ban halal, se po afrohet bajrami, po afrohet edhe fundi Ramazanit, du dal për Ramazanit, edhe Zoti inshallah të mi fale gjinahat. Fasfahi safha al-jamil. Falni, motra dhe vlezër, falni gabimet e tjerve. Pastroni zemrën prej urrëties. Ajeti i fundit. Wasarrihuhunna sarahan jamila. Është në surën Ahzab. Kur largohesh prej nusës, buri prej gruas, ose gruaja prej burit. Allahu flet për këtë rast. Në qoftë se vjen situata deri te shkurorizimi, talaki, e-shajdung. Vjen në atë situatë, dahu si njeri, thot Zoti. Dahu me një darje të bukur, jo me ofendime. Prandaj, kur njeriu dahat edhe prej bashkëshortës, është shumë situata e rëndë, edhe aty duhesh ta ruash nivelin tënd. Jo me sharje, jo me ofendime. Dahu me një darje të bukur. Prandaj, 4 ajeta që na zbukuron jetën tonë, të jemi durimtar gjithmonë, të jemi prej atyreve që distancohen prej njerëzve, prej armiqve me një distancë të bukur, t'ja falmi me një falje të bukur, të largohemi në qoftë se vjen situata derisa aty se nuk shkon jeta më. Në familje, vjen deri te darje në familje, deri darje ndërmjet burrit dhe gruas, edhe aty do të dahemi ashtu si Zoti Gjeleshanuhu na lyp prej neve. E kështu zbukuron Allahu Gjeleshanuhu njeriun, edhe kështu zbukurohemi ne në jetën tonë. Lusë Allahu Gjeleshanuhu të jemi prej atyreve që janë gjemil,
Jo në fizionomi, ajo nuk luan rol, po në gjemil në zemër, i bukur në zemër, gjemil kur flasmi në gjuhë, gjemil në sjellje, gjemil në shoqim, gjemil në komunikim, edhe ta qelmi zemrën çdo kujt, se jeta është e shkurt, do të largohemi prej kësaj dunjaje. 7 ditë kemi në këtë dunja, është një ilahi e moqme në gjuhën shqipe. 7 ditë kemi në këtë dunja, 6 idhnime një sefa. Qarq, nuk ka ma shumë. Përderisa jemi në këtë dunja, në këtë jetë të shkurt, të jeton një jetë të bukur, me fjalë të bukura, me sjellje të bukura. Amin ya rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi.